E tani shikues të dashur, jemi këtu në një ambient të hapur, në një ambient gjelbrimi të parku i qytetit, edhe do të kemi një bisedë të këndshme bashkë me Gent Bunjakun, i cili është student në fakultetin juridik, master, dhe tani ai po studion në jashtë vendit. Po për të na treguar më shumë detaje rreth studimeve si në Kosovë gjithashtu dhe në Belgjik, e kemi Gentin. Mirëmëngjesi Genti dhe faleminderit shumë që je këtu me ne. Mirëmëngjesi, mirësi gjeta, faleminderit. Na prezanto pak veten para publikut që ta din dhe saktësisht kush je dhe çfarë ke bërë këto vite të fakultetit dhe në fakultetin akademike. Unë jam Gent Bunjaku, kam diplomu në fakultetin juridik të Universitetit të Prishtinës, dhe kjo ka qenë vitin e kaluar dhe pas domethënë studimeve bachelor, kam apliku dhe ja kom fillu studimeve master në Belgjik, në Universitetin Katolik të Leuvenit, ku jam ende në studime dhe së shpejti në shtator, domethënë edhe do i përfundoj. Tregona pak se pse vendose fillimisht me regjistru fakultetin juridik në Kosovë. Drejtësia ka qenë diçka që më ka bërë përshtypje prej që kam qenë i vogël, edhe kur erdhë koha me zgjedh fakultetin, nuk kom pas ndonjë më dyshje, domethënë jam koni vendosur për juridik, edhe kom apliku, kom hyrë fakultetin juridik, ja kom fillu si krejt tjerët, edhe për një me kom pa që ka kualitet, ka mundësi dhe në përgjithësi ato pritshmëritë e mia janë të i kalu, se zakonisht ne kemi dëgju shumë se në të këshia jo fakulteti juridik, jo po hinë shumë, jo shumë jurist, jo nuk ju konvenon e si gjana, do me thonë përgjithësi në shoqërinë bilet temën, ka qenë kështu një farë lloj si hezitimi, rezistencë ndaj kësaj fakultetit juridik në Kosovë. Po në apet kom hi edhe kom pa që nuk ka bashkë ashtu, edhe ka më mirë se që kom dëgju edhe po ja vlej ka për një me. Edhe ato 4 vite studimeve jonë konë disa prej viteve më të mira tjetës tem, ku unë jam formu si person, do më thonë tepër shumë. Si vendose me shku në Belgjik? So ke vështirë dhe pse vendose? Pa i tash, për gjatë studimeve që tash unë kom kalu tepër mirë. Edhe kur ka ardhe, kur u afru përfundimi i studimeve, kom pa që s'po du me nalë me qkaq studimin në fushën e drejtësisë, edhe e kom pasi mundësi në këtë fakultet me shiku me u regjistru. Më ka pëlqy si fakultet, më ka pëlqy vendi e krejt këto gjana dhe më përgjithësi kom pas qef me pasi qysh është me dalë dhe me studiu me një vend jashtë, me pasi qysh është jashtë, me pas një lloj krahasimi dhe me pasi qysh bën sare ndryshe ose çka bëhet njëjtë, si gjana dhe në përgjithësi pranimi kur jam pranu në fakultetin, në Universitetin e Leuvenit edhe më ka ardhur ajo oferta, jam gëzu tepër shumë. Është fakultet shumë i mirë edhe e kom di që kam më afru edhe tash jam bindë e kom pa që më ka ofru një eksperiencë tepër të mirë. Tregona pak se si ka qenë procesi i aplikimit, a ka qenë i vështirë? Po, ma shumë, po, ka qenë goxha i komplikum si proces. Tash, me një farë forme, në website-in e universitetit e kësaj gjana nuk ka qenë ku me ditë sa e komplikume, po kur ka ardhur koha me i mbledh dokumentat, me i bo gati, u dash me i testin TOEFL për gjuhën angleze, kësaj gjana me radhë, adin jënë mbledh një mas një edhe e ka kriju një farë lloj konfuziteti, një farë lloj frustrimit e unë, po besoj që në përgjithësi kjo është se tani duhesh me u marrë për vizë kësaj gjana, po në përgjithësi, sa i përket aplikimit në universitet, ka qenë një lloj si sfide e vogël në vetvete, po kur gjë e pamundshme, kur gjë jashta normale, domethënë.
Po çka than familja kur vendoseve të më shku me studiu atje? A ishte mbështetje atyre apo e kishin pak atë frikën se djali me shku atje vetëm, pa ta? Në përgjithësi familja ka qenë shumë suportive, më ka mbështetur shumë, sa i përket edhe studimeve bachelor, po edhe kësaj idesë shkuarjes jashtë. Normal që si çdo familje e bën atë gajlën e fëmisë që po shkon jashtë për studime, e ako më du, ako më ratu, që shka me kalu, e kësi gjana, po jo diçka serioze kështu, se në përgjithësi, që është thash, kanë qenë shumë mbështetës, shumë suportiv, edhe ju në kom pro kësa ides me shku jashtë, me e pasi që është me studiu jashtë, ashtu e kanë di që une kam këtë dëshirën për me u këthy mrapa apet, kështu që nuk e që e kam pas atu dhe në mësë përna me djali atje. Tregona se e botët vështirë me kriju shoqëni atje, me vazhdu me ta, me ndru shoqënien krejt, se ti ke shkuj vetëm dhe nuk ke pas kërkon atje. Tregona pak atë pjesën me jetu vetë. Sakt, qashtu më kara me shku vetë, nuk e kom pas dikon apo diçka, sa i përket krijimit shoqënisë tre, në përgjithësi nuk e kom pas problem për gjatë jetës me bo shoqëni ose shoqëni tre apo diçka. Kështu që aja akomodimi aty ka qenë shumë i mirë, se edhe aty realisht kjo, do më thonë, klasa e masterit, që me thonë, të programit master, kolegë që i kom pas, student, kanë qenë tepër të mirë, kanë qenë shumë shoqënushëm, kanë qenë shumë pozitiv, edhe në përgjithësi ato ditë e para ju në kom pak edhe në dejtë e gjej vete, në dejtë e shoh ku është fakulteti, dejtë e shoh ku është objekti universitetit, mu ratu në banes e kësi gjana, po në përgjithësi kja ka qenë, si me thonë, veçaja faza tranzitore në ashta 1-2 javë, po jashtë asaj ka qenë mirë ka shku në përgjithësi, aty tepër shumë jom shoqënu me kolegët e atyt, edhe nuk ka qenë sfidë në fillim, po pastaj akomodimi ka ndodhur tepër shpejt. Po, tregona pak dallimin e studimeve në Kosovë dhe atje në Belgjikë, se besoj që dallimi vrehet në çdo vend, është edhe në një vend të Kosovës tjetër me shku e vren dallimin, e normal që në një vend tjetër jashtë vendit vrehet ende më shumë. Tregona pak dhe ti mundesh më na tregu sakt se cili është dallimi. Po. Sakt, ashtu është në çdo vend është pak më ndryshe, diçka pa dallu nuk ka çare. Po kom prit, për shembull, kom prit që kam dallu shumë ma shumë. Kom prit që kam u kon krejt botë tjetër. Edhe s'muj me thonë që ka qenë bashkë qaq dallim drastik, se për shembull mësimdhënia, këto gjana dhe gjana që i kemi mësu, ju në konë gëgjat për afërta me çka kena mësu në fakultetin juridik të UP-s. Nuk që me thonë kom shku aty edhe kom pa abden s'pas ta mësu kur gjo, apo diçka, do më thonë ju në konë qësi loj senesh, ju në konë e njëta mënyre mësimdhënie se e qështu, po normal aty sistemi është pak më ndryshe, ajo është universitet që 600 vjetë, Universiteti i Prishtinës është 55-6 vjetë, do me thonë, edhe pse që kja do me distancë shumë madhe do me thonë kohore, so i përket themelimit universiteteve, apet gëgja ju ka afru menoj Universiteti i Prishtinës, po normal që aty kuptohet, aty ka sistem shumë të fort, sa i përket universitetit po flas, sistem shumë të fort, shumë rigoroz, ma serioze, krejt këto gjana. Do më thonë, që kja puna sistemit ka pas pak, kom pa ma shumë dallimin që të aspektin e sistemit, edhe në përgjithësi të kulturës, po kja vlen edhe përgjithësi si qytet, si shtet, si shoqërie, kështu me radhë. Por gjatë diçka nga Kosova të ka mungu gjatë studimeve, të regon pak se çka të ka mungu mas shumë te, pas familjes. Po tash është kjo rahatia shtëpisë tënde, rahatia qytetit tënd, rahatia vendeve ku ti je rrit edhe të ka ra me i frekuentu në përditshmëri, po ka qenë edhe puna e shoqënisë. Tash kjo ka qenë, do më thonë, ambienti familjar këto, shoqënia, rahatia shtëpisë, po jashtë këtëne jo kom e diçka, normal, unë e du venin tem shumë, edhe non-stop, ju më konë rjedha, do me thonë, isha atje, po këne për shemull isha në Facebook, e shisha vishë posti, se Facebooku do me thonë, e shisha qka pëndodhë këto, kështu që edhe pse ju më konë largë me distancë, ka ra apet me umor, qysh me thonë me vendin tem,
Po, kur veke koha provimeve për shembull, o do ke me hek Facebookun, se tash këtu ndodh ke diçka. Tani mu më ndërhyke atje në mene edhe më qëtke prej shinave pak, po përgjithësi kjo, do më thonë, jo shumë, se ka qenë periudhë jo fort e gjatë, do më thonë, asë një vjetë ta ma një plot nuk më ka ra me jetu aty, rreth 10 muj diçka, kështu që, po, qështu. Por, a kishë mendu me jetu enda atje dhe me vazhdu? Dorën zemër, jo. Do më thonë, ka qenë shumë mirë, gjithçka ka qenë shumë mirë, kum kalu shumë mirë, po tash kjo malli për venin tem, që tash, do më thonë, nuk unë kohë e shkurt, po apet sa apet, unë e du venin tem shumë edhe kam qef këto, kom pas qef me u kthy edhe me vepru tash këtu. I vetëm sen që më kish nal atje me nejt pak ma gjatë, kish mujt me qenë nëse i vazhdoj studimet për një nivel më të nalë, për shembull për doktoratura apo diçka, se për ndryshe jo, nuk e kam pas asnjëherë në mendje për prej fillimit, prej momentit që kam apliku, e kam ditë që jam të shku për një qëllim, me u formu, me përparu sa ma shumë që moj, nëse moj, edhe tani me u kthy mrapa dhe çato, domethënë fryte ta tjetë, me mujt me i kthy këto edhe me kontribu këto sa të moj. Po të regon pak edhe a të kanë ndihmu institucionet dhe atë kanë mbështetë si universitetet të Kosovës për kur e morë vendimin me shku në Belgjik? Po, para se me ja fillu kështu me studime, realisht pak para se me ja fillu procesin e aplikimit, na ka ardhur një ofertë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ka qenë Young Cell Scheme, YCS, e cila të mbulon thuajse të gjitha nëse zgaboj shpenzimet e studimeve jashtë vendit, me kushtin që kthehesh tani në vendin tënë, edhe për 2 ose 3 vjet nuk jam i sigurt, punon në institucione shtetërore. Unë realisht nuk kam apliku për këta, por kam shku me vetë financim, e pastaj, në ndërkohë, e kam marrë vesh që realisht Ministria e Arsimit në Kosovë ofroi ke bursa për studentë që janë duke viju studimet master ose edhe doktorale, nëse s'gaboj, jashtë vendit, ofroi ke bursa për të cilën kam apliku dhe e kam marrë, se i kom përmbush ato kriteret, universiteti ka qenë në top 150 universitetet më të mira në botë, domethënë kriteri i mashtit. Edhe po, kjo ka qenë domethënë një mbështetje e mirë prej ministrisë që e kanë gjithë studentët. Edhe po, kjo ka qenë ajo mbështetja që e kam marrë, po çu thash ka qenë edhe ajo mundësia tjetër, që ajo është nëse s'gaboj projekt, po nuk jam i sigurt se çu tek financohet. Se që thash nuk kam apliku, po dy atë janë mundësia shumë mira. Domethënë edhe nëse e zgjedh këtë Young Cell Scheme, kjo vlen për krejt studentët që mendojnë me i viju studimet jashtë, është tepër mundësi e mirë, se realisht edhe po ta siguron një vend pune kur kthehesh. Po edhe nëse dikush nuk don me u koni limitum tani, me do mos me punu në institucione shtetërore për 2-3 vite, e kanë mundësinë me shku edhe me apliku për bursa që mundet me i lëshu cila do të qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Arsimit. Ka qenë mbështetje e mirë. Gent, dhe çfarë këshille do t'ju jepje të gjithë të rinjve që dëshirojnë me studiu jashtë vendit, edhe që kanë atë frikë normal sepse tregove vetë që sfida ka çdo vend që shkon? Unë mendoj që nuk duhet me hezitu shumë. Duhet me njëherë si të shet që i ka i përfundon studimet, e shet që ki sa dhe pak një uri për gjuhën angleze ose cilën dhe gjuhë që kërkohet në vendin e caktuar që për shembull don me shiku edhe me studiu potencialisht. Mendoj që nuk duhet me hezitu, nuk duhet me unal me mendu me thonë jo atë shkoj se kështu se ashtu me hi analizës, se analiza zakonisht na qenë te joja, kështu që mendoj që nuk duhet me hezitu, duhet me njëherë me u interesu, me njëherë me u angazhu, mos me e lënë për nesër, me ja fillu edhe mos me u diskuraju nëse për shembull dekuraju nëse për shembull e shet që procesi po është pak i ndërlikum ose diçka. Unë në përgjithësi edhe në raste tjera në media kam thonë që sa do herë që studentët e tjerë, shoqënia jam ose kushdo ka nevojë për ndaj ndihmës, ndaj këshill, ndaj mi kallëzu se çu shkon procesi apo diçka në gjithë shakon edhe kam qenë jam edhe do jam në dispozicion
për mi ndihmu, se për një është diçka shumë e mirë me dalë jashtë, me e pas qysh është, me e pas ka të mirë prej atje që mundesh me e pru mrapa këto. Tash, dikush edhe nashta i pëlqen atje shumë dhe vazhdon atje dhe ajo është e mirë, se në fund ditës ti mundesh me i kontribu vendit tënd edhe prej atje, po në përgjithësi do me thonë, ja vlen shumë, nuk bën me dekoraju, s'bën me hezitu, duhesh me shku për një herë edhe ka mundësi, gjithmonë ka ndihmesa si prej projekteve ndërkombëtare, si prej sajna Young Cell Scheme, si prej ministrisë vendit, e kësi gjana do me thonë, unë e kom hasën mbështetje kudo që e kom kërku, kudo që më ka nevojit, edhe nuk shop se dikush tjetër nuk e kesh pas të njëjtën mbështetje. Do me thonë, ja vlen. Faleminderit shumë Gend për të gjitha këto informacione dhe shpresojmë shumë që të shohim duke diplomuar dhe të pas suksese ende më të mëdha, edhe faleminderit shumë që e ndave kohën sot me neve. Faleminderit për juve. E shikues të dashur, këtu nga kjo natyrë e bukur në mëngjes, mirëmbëjtje nga unë Erza.